Prijesat Kurejsh, nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Ndjekësit e të dërguarit shtoheshin vazhdimisht, por sa herë një i kthyer i ri vinte jepte besën, ishte më shpesh një skllav, ose skllav i liruar, ose një nga kurejshët e rrethinave, apo një i ri ose re nga kurejshët e Lugorës, nga një familje ndikuese, por pa ndikimin në veten e tyre. Kthimi të cilëve e 10 fishonte armiqësinë e prindërve ose të afërmëve të tyre, më të rritur. Abdurrahmani, Hamzai e Arkani përbënin përjashtime, por ishin larg nga të gjenit prijes. Dhe i dërguari di që të afronte ndonjë nga kryetarët, asnjëri nga të cilët madje as xhaxhai i tij, Ebu Talib, nuk ishte treguar prirje për të bashkuar. Do të ndihmonte shumë në përhapjen e mesazhit, sikur të kishte mbështetjen e dikujt si xhaxhai i Xehlit, Velidi, i cili ishte jo vetëm kryetar i mazlumeve, por